Kampionatet e ligës amatore të zonës së Veriut kanë ulur siparin e tyre duke shpallur edhe ekipet kampione. Kështu pas përfundimit të ndeshjeve finale, u zhvillua dhe ceremonia përkatëse e vlerësimit të ekipeve më të mira. Në grup moshën U13, kampion u shpall ekipi Atletik Klub Shkodra. Trajneri i këtij ekipi, Eder Zmiani, tha se është shumë i kënaqur pasi është shpërblyer mundi i të gjithë sezonit. Normalisht është kënaqësi, pasi është mundi i gjithë sezonit. Jam jashtëzakonisht shumë i kënaqur me ekipin, pasi mendoj që kena bërë sezon jashtëzakonisht shumë mirë. Strategjia e ekipit tonë është për me mësu lojën e bukur të futbollit. Nuk është qëllimi. Para disa vitesh kemi pas qëllim për me fitu kupën. Strategjia e ekipit tonë ka ndryshuar. Strategjia e ekipit tonë është loja e bukur mes futbollistëve dhe normalisht në fund që është fitimi i kampionatit. Por kryesori është që fëmijët mësojnë me luajtë futboll. Dhe kemi shumë maksimizim të këto mosha, për shkak i kësaj arsye, pasi japim mundësi gjithë fëmijëve me luajtë futboll, për shkak se kemi krijuar edhe një grup tjetër U13, kemi 2 ekipe U13, kemi A dhe B, ku gjithë fëmijët kanë mundësi për me luajtë futboll. Ndërkohë në grup moshën U15, kampion u shpall ekipi i Veleçikut, teksa trajneri i saj Admir Hysej tha se brezi i futbollistëve që kishte në dispozicion ishte shumë cilësor. Kjo tregon se kemi brëm. Kemi probleme me infrastrukturën, po shpresojmë të ardhen që na jepet mundësia që të kemi edhe në një fushë mirë, që këta lojtarë të kenë mundësi me shfaq atë çka kanë. Realisht ishte një brez i bukur. Ishte brez i mirë. Tas 3-4 vite që punojnë grup bashk, edhe normalisht që ishte frut i punës tyne. Edhe i atyne që ata kishin edhe dhënë në fushë. Edhe kryetari i shoqëretës rajonale të futbollit në Shkodër, Lazar Matia, u shpreh kënaqur me këtë sezon futbollistik, pasi janë një numër i madh futbollistësh dhe ekipesh që marrin pjesë në këtë kampionat me grup mosha të ndryshme. Është një kampionat i shtrim shumë gjatë në kohë, sepse kemi filluar në të parat shoqata në Shqipëri këtë kampionat, kemi filluar në mesin e tetorit dhe i bie që të jenë 10 muaj aktivitet, dhe normalisht është një numër i madh fëmijësh, një numër shumë i madh ekipesh që marrin pjesë në kompeticionin që organizon shoqata me moshat U9, U11, U13 dhe U15. Janë rreth 80 ekipe dhe rreth 1200 fëmijë. Mendoj që edhe e them me bindje këtë që mund të jetë kampionati më i bukur që ka zhvilluar, nga rregulli, disiplina, edhe nga organizimi i ndeshjeve, sepse që nga java parë fillimit deri sot nuk kemi pas asnjë problem disiplinor, nuk kemi përcjell asnjë problem të ndeshjeve dhe të shoqatave në Komisionin e Disiplinës, dhe mendoj që jemi shoqata më fair, edhe kjo është edhe një objektiv kryesor, edhe joni dhe shoqatat tona që këto fëmijë të rriten me frymin e fair play dhe në futbollit paqësor. Në zonën e Shkodrës kanë qenë mbi 1000 fëmijë të angazhuar në kampionatet e ligës amatore, të inkuadruar në plot 80 ekipe.